Imrani Shtuna na sill përballë me Tikveshin e Kavadar, si duket skuadra përpara këtij takimi? Skuadra duket shumë mirë, normal, pas fitores në derbi që ishte ndeshje e rëndësishme për ne, por edhe shumë e vështirë, por ne ja dolëm, luajtëm një pjesën e parë normal ishim mirë, por pjesën e dytë edhe më mirë dhe dolëm me fitore, ku 3 pikët ishin synimi janë dhe ai arritëm ato. Sigurisht që kjo ngren motivimin, atmosferën skuadër, por tash na pret tjetër takim dhe nga e kaluara thonë nuk jetohet, nesër luhet me Tikveshin, si duhet skuadra të qaset kësaj përballje? Po normal, ndeshjet I marrim një nga dine. Kjo me strugën tash harrohet dhe shkojmë në ndeshjen nesme ku sërish shkojmë për 3 pikë dhe shkojmë t'i marrim. Sa mendon që është vështirë në atë terren të merren 3 pikë, duke ditur që edhe ke luajtur te skuadra e Tikveshit më mirë se çdo kush tjetër e njeh ambientin dhe gjithë atë që mund të na pres. Po është vërtet, ato në terren vendas janë shumë të mirë, ku vetë kam luajtur dhe e di atje që në terrenin vendas ato motivohen shumë dhe bëjnë lojë të mirë, por normal, ne I kemi parasysh gjitha dhe shkojmë për fitore. Cila duhet të jetë qasja e Shkëndijës për të marrë atë që dëshiron dhe që është 3 pikët? Qasja duhet të jetë si çdo herë, motivim maksimal, qasje serioze dhe shkojmë për 3 pikë. Beson që Shkëndija del me fitore? Po, besoj shumë.